Rritja e denoncimeve kundër dhunës në familje vjen si pasojë e ndërgjegjësimit të shoqërisë, por jo vetëm. Sipas ministrit të Punëve të Brendshme Pançet Toshkovski, kjo vjen edhe si pasojë e zgjimit institucional. Toshkovski deklaron se organet intensivisht po punojnë në parandalimin e dhunës. Duke shprehur keqardhje për viktimat, Toshkovski thotë se qëllimi i institucioneve është që në mënyrë më të përgjithshme të veprojnë kundrejt të gjitha sfidave. Tamo къде što instituciите направиле пропуски. Aty ku institucionet kanë bërë lëshime, duhet të bëhet revizion të hapave institucional që janë ndërmarrë, të konfirmohet të përgjegjësi konkrete me emër dhe mbiemër të atyre që kanë bërë lëshime. Nga ana tjetër, të bën përmirësime sistemore të cilat me patjetër duhet t'i bëjmë në të ardhmen. Toshkovski paralajmëroi edhe ndryshime ligjore për veprimtari më efikase të policisë dhe organeve ligjzbatuese. Втора фаза që sledi. Faza e dytë do të përfshijë revizion të plotë të ligjeve mbi dhunën në familje, veçanërisht për dhunën ndaj grave dhe fëmijëve. Është proces që na duhet të pak më tepër kohë për të implementuar dhe për të cilin ekspertët do të duhet në mënyrë thelbësore të analizojnë jo vetëm ligjin, por edhe implementimin e ligjeve pozitive të cilat janë në fuqi. Për temën e dhunës në familje dhe denoncimeve, televizioni Shenja u konsultua edhe me psikologen Fatime Ziberi, e cila vlerëson se rritja e vetëdijes dhe mbështetja më e madhe për viktimat kanë ndikuar drejt për drejt në shtimin e denoncimeve.